Nëse një njeri është shumë i formuar edhe është ku diu me punë të mirë etj, lidhet pak dhe mund të jetë pak më pak xheloz ose më i mirë kuptueshëm se xheloz ndoshta mund të jetë po më i hapur për ta ndryshuar. Po ka të bëj. Sa një njeri që është më pak i formuar. Mendoj që po, për shembull, po marr një rast shumë banal, një çun që punon vetëm me çuna, në një ambient pune për shumë me çuna, ka për dispozit, në opinionin tim, të jetë më shumë xheloz se nëse do ishte në një ambient që ka dhe goca, që do shihet ç'do bëj me dashurat atyre ose me shoqërinë për shembull. Unë mendoj që një djalë i formuar, i edukuar, inteligjent etj, është pak më i lehtësisht i menaxhueshëm kjo ndjesia e xhelozisë, sepse ata arrin ta kuptojnë në momentin që ti e flet me ta. Pra, ai mund të jetë vërtet xheloz, po unë dyshoj shumë që një djalë ka dhe predispozicion që të mos bëhet xheloz fare. Po, dakord, shumë e drejtë, por unë mendoj që një djalë që është po i quaj më pak i formuar, ka më shumë mundësi të thotë ty ku shkon ti me atë fundin, hiq atë fundin, do dalësh ti me çunat, do dalësh ti me shokët. Ndërsa një çun tjetër është më kind për i hapur për ta kuptuar këtë gjë.